Ne vë rikthyem përsëri në studio pas këtij përshkrimi mjaft të gjatë të kisha thënë të gjithë situatës që po ndodh momentalisht me gabimet nëpër tekstet shkollore, që është një situatë mjaft e dëmshme për shkak se të rinjët tanë po mësojnë prej këtyre librave dhe siç e thash edhe më herët, ndoshta ato gabime mund të duken sikur të vogla në numër, mirë po ndikojnë shumë. Këtë bisedë dua ta nis me profesoreshën universitare Ajtena Hajdari Qamili. Faleminderit shumë që erdhët. Faleminderit edhe ju për ftesën. Profesoresh, sa serioz është problemi me këto gabimet që vazhdimisht i hasim në për tekstet shkollore dhe që nuk ndryshojnë asnjëherë? Në fakt, për të ndryshuar, situata ka ndryshuar, me që unë me analizën e librave merrem vite me radh. Në fillim e kam pasur thjesht si çështje hulumtimi, për arsye se e ligjeroj lëndën e drejtë shkrimit dhe më është dashur të bëj studime hulumtime jo vetëm të librave shkollore, po edhe të gabimeve të tjera, qofshin të mbishkrimeve të artikujve të ndryshëm. Dhe kështu që kam analizuar një numër të madh të librave, po ashtu edhe pastaj kam pasur rastin të jem ndonjëherë kryetare e grupit recensues për vlerësimin e librave, ose kam qenë diku ndonjë pjesë ose redaktore gjuhësore se çka do që të jetë, dhe prandaj kam pasur rastin drejt për drejt të jem në kontakt me libra. Dhe kam nxjerr gabimet që kam analizuar, domethënë gabimet që ndodhen nëpër këto libra, por situata domethënë ndryshon, nuk është gjithmonë e keqe, ka raste kur ka pasur gabime më shumë dhe ka raste gjatë korrigjimit të librave, sepse vazhdimisht Ministria e Arsimit dhe Shkencës nxjerr domethënë konkurse për të ripërtrir, për të ndryshuar librat, dhe viteve të fundit bile u ripërtrin të gjitha këto të gjuhës shqipe që nga klasa e parë deri në klasën e 9, pas tani kanë filluar edhe të shkollave të mesme, të vitit të parë dhe të vitit të dytë, por natyrisht që kjo periudhë, mendoj, këto ndryshime nuk bëhen shumë shpejt. Ka pasur faza, sidomos në periudhën aty që më së shumti kam gjetur gabime, kanë qenë në vitet para të vitit 2004-2005, pas e të viteve 2008 dhe 2009, ku kam analizuar librat e të gjitha lëndëve edhe të gjuhës shqipe. Zakonisht librat e gjuhës shqipe kanë më pak gabime, në përgjithësi nëse e marrim kështu, por ka pasur edhe raste kur autorët nuk mund të them që nuk kanë qenë shumë kompetent, po ndoshta mund të kenë qenë më shumë ambicios se sa që kanë para përgatitje dhe përgatitje profesionale për të bërë një libër. Ka ndodhur që edhe në librat e këtill kam gjetur gabime që domethënë nuk është e pëlqyeshme që në librat, sidomos të gjuhës shqipe, të ketë gabime drejtshkrimore. Natyrat e gabimeve që ndodhen nëpër libra janë të formave të ndryshme, ka gabime drejtshkrimore, ka gabime përmbajtësore, ka gabime edhe teknike, po edhe raste të gabimeve logjike, kur ndodh kur për shembull një fjali nuk është kuptuar mirë nga se zakonisht librat e lëndëve të tjera përkthehen nga maqedonishtja, dhe ndodh që përkthyesi për momentin nuk ka pasur koncentrim, ose atë pjesë ka bërë me Google Translate dhe pastaj nuk ka arritur që ta rishikoj. Domethënë janë shumë faktorë që bëjnë këto lloje të gabimeve, por nëse të gjitha librat shqyrtohen ashtu si duhet, unë mund të tregoj edhe llojet e gabimeve, për shembull, që kam gjetur, më së shumti janë të tipit, për shembull, të asaj ës fundore, kur bëhet fjalë kur janë si mbiemër, dhe këtë nuk është puna që është bërë si lëshim teknik, sepse në disa raste mund të thuhet që është bërë lëshim teknik, por kjo është një dukuri që rrallë kush e din. Zakonisht edhe studentëve unë kur ua shpjegoj këtë pjesë, them kjo është një gabim që në shumë vende mund ta gjeni, edhe te mësimdhënësit edhe nëpër media, dhe prandaj është vështirë që të memorizohet. Duhet të kemi kujdes, zakonisht bëhet fjalë për mbiemrat e panyshëm. Këto mbiemrat të panyshëm, normal, kur një emër qëndron pas një emri tjetër dhe bëhet mbiemri i panyshëm, dhe raste të këtilla duhet, kur bëhet fjalë për shumës, duhet të ketë një ë në fund. Për shembull, nëse themi njerëz absurd, duhet të jetë absurd, ose ja edhe disa shembuj konkret që i kam gjetur, duhet të kenë nxënësit kompjuter personal, dhe është vetëm personal, a duhet të jetë personal, sepse bëhet fjalë për shumës. Po, kufi administrativ, duhet të jetë kufi administrativ shtypës laserik, duhet të ketë edhe ë në fund. Domethënë, në raste të këtilla janë më së shumti ato llojet e gabimeve të përdorimit të ës.
Pastaj ka raste, gjithashtu shumë shpesh gabohet edhe te fjalët që janë të ndërtuara me parashtesim dhe prapashtesim, ose edhe me kompozit, po më së shumti me parashtesim dhe prapashtesim, kur ndërtohen me atë pa, për shembull të pa arritshëm, edhe zakonisht atë pa e lën, ose të pa mjaftueshëm, edhe atë pa e ndajnë veç, ose diçka që është me ndërtimin e strukturës me mos, ja rast konkret që kisha mos aktivitet, që i kam nxjerrë drejt për det nga libra dhe i kam të cituar, apo natyrisht nuk do t'i përmendi emrat, ose për shembull fjalët gjysma rrethor, në vend që të jetë ajo si kompozit, ose edhe fjalë me bashk, ato zakonisht shkruhen veçmas, sepse personi që e ka përkthyer, ose redaktori gjuhësor që ka qenë aty, ose nuk e ka ditur si duhet punën, ose thjesht si them, ose ka mbetur pa u shqyrtuar. E tani, me që unë jam duke folur për të gjitha rrafshet në të gjitha prizmat, do shta mund ju të dhe të ndërhyni me në pyetje të tjera, po me që kam pasur rastin, thash, tjem edhe si antare, qoftë si redaktore, mendoj se faktor për këtë gjendje është edhe në atë periudhë, sidomos kur bëhet fjalë për ato vite 2008-2009, kur dolën ato libra dhe 2003, 2004, 2005. Puna ishte se bëhet fjalë për një periudhë shumë të shkurtër kohore, dhe kur hapen konkurset, jepet një periudhë shumë e shkurtër kohore. Do me thënë ti nëse dëshiron si autor libri të aplikojsh, njërë duhet ende pa u hapur konkursi disa muaj, njërë ti të kesh përgatitur një brumë. Dhe pastaj pasi hapit konkursi të jepen afate shumë të shkurtra, zakonisht shkohet me 2 muaj, 3 muaj, më shumë nuk shkohet, e tani ti për këto 2-3 muaj ti duhet të zbrez, të shkarkosh, të marish plan programin që është përgatitur për atë klasë dhe ti duhet të harmonizosh librin me atë plan program. E tani sa do të arrish brenda atyre 2-3 muajve ti ta përgatisish atë si duhet, dhe pastaj nëse bëhet fjalë për gjuhë shqipe është më mirë, sepse ti drejt për drejt e punon në gjuhën shqipe dhe nuk vetëm e kalon redaktori gjuhësor edhe recensentët e shqirtojnë librin, kurse nëse bëhet fjalë për lëndët e gjuhëve të tjera, më fal, librat e lëndëve të tjera, atëherë ato njerë shkojnë në maqedonisht, dhe më thënë ajo periudha humbet në atë gjatë asaj periudhe derisa harmonizohet dhe pastaj ajo kthehet të përkthehet në gjuhën shqipe, u bëjnë trysni përkthyesve, domethënë për një periudhë shumë të shkurtër kohore ta përkthejnë, ata duke pasur gjithatë numër të madh të tekstit, nuk arrin që ta përkthejnë si duhet, janë të lodhur, dhe prandaj mendoj se janë një varg problemish që duhet të rregullohen, nuk duhet të bëhet gjithashtu edhe manipulime, dhe kështu ka pasur raste, sidomos në librat e muzikës edhe librat e matematikës apo librat e fizikës, ka ndodhur që përkthyesit i jepet vetëm pjesa tekstuale dhe nuk i jepet pjesa ku ka grafikone apo tabela dhe gjëra të këtilla, dhe ka ndodhur që në ato pjesë të mbetet ndonjë fjalë maqedonisht apo të mbetet në shenjat me alfabet cirilik, ose ndodh edhe diçka tjetër që përshtatja e emrave, sidomos në për librat e matematikës apo edhe në librat e tjera dhe të gjuhës shqipe, gjithmonë me që ajo është pjesë e plan programeve, sepse edhe aty kam qenë pjesë të gjitha plan programeve gati për gjuhën shqipe, po mendoj e di që cilat janë kriteret që kërkohen, duhet që emrat e personazheve, për shembull Arta ka 2 mollët, Kuedin Bekimi ka 5 mollë, sa bëhen nëse i bashkojnë mollët, në për detyra të këtilla, duhet të ketë kujdes që edhe emrat që përdoren të përshtaten së pari me kombin që e mëson atë libër, dhe pastaj të ketë kujdes që të bëhet edhe ajo barazia, pjesa multikulturore dhe interkulturore, që të ketë edhe emra të tjerë. Por shpesh ndodh që këto emra të mbesin tërësisht dhe të maqedonisht, ka pasur raste, dhe kjo natyrisht i ka irrituar prindërit, mësimdhënësit, po edhe vetë nxënësit, pse në librat e tyre të ketë vetëm emra maqedonas dhe të mos ketë emra të gjuhës shqipe, pra janë një sër faktorësh që ndikojnë në të gjitha këto çështje. Po, është realisht një situatë zinxhir, siç e përmendet edhe juve, ka gabimet gjuhësore, janë se janë, po ato përmbajtësoret janë edhe më të rrezikshme për shkak se ju mëson fëmijëve diçka që nuk është e vërtetë, apo e shtrembëron historinë, siç ka ndodhur në librat e historisë, e gjeografisë, edhe i kemi parë ndër vite, dhe shumë ka ndryshime minimale, po nuk është që rrënjësisht mirën këto tekste dhe ndryshohen në tërësi si përbërje. Dua të di sa këto tekste shkollore që i keni evituar përgjatë
kur i keni parë, janë në përputhje me kohën edhe ju përshtaten realisht studentëve tonë? Në aspekt përmbajtësor është e vërtet se në këto libra që ju përmendët ka pasur pasaktësi shkencore. Megjithatë, çështja pse janë këto pasaktësi shkencore, nëse bëhet fjalë për çështjen e preardhjes së shqiptarëve në këto vise që janë ardhacak, që janë ku ta di gjëra të pasakta. Sa mbaj mend edhe unë nga përvoja ime, nuk i lexonin fare këto. Ashtu mos i më dhanë asit i kanë ka përcyer këto, sepse natyrisht janë gjëra të pasakta, por në anën tjetër, apo për shembull përshkrimi i luftrave, kur janë në librat e historisë kur trajtohen pjesët e luftrave apo të konflikteve të ndryshme me bullgarët apo me serbët apo në përgjithësi me slavët apo me grekët, janë me një ton më të butë, kurse kur përmenden luftrat me pushtimin osman kanë një ton shumë të ashpër, që në fakt duhet të jetë krejtësisht e kundërta, sepse nga faktet historike e shohim që shumë gjëra ndryshojnë, apo gjithmonë theks të veçantë i jepet pushtimit osman, i cili ka qenë vetëm 500 vjet, a në anën tjetër nuk e mendojmë që këto pushtimet e tjera janë me shumë më shumë vite, ndoshta edhe me mijëra vite, dhe kontakti me grekët e dim shumë mirë, apo perandoria slave prej kur ka qenë, apo nëse e dim edhe sot e kësaj dite, prej kur kanë ardhur në shekullin e 7 dhe sot e kësaj dite ende ata janë në pushtim, dhe prandaj desha të them që edhe Akademia e Shkencave e Maqedonisë, fatkeqësisht në enciklopedinë e tyre, apo edhe me qendrimet e tyre, ata ashtu e mendojnë, ashtu e besojnë, ashtu e plasojnë, dhe atë e imponojnë që të jetë edhe në librat e historisë dhe në librat e gjeografisë. Dhe puna është që antarët autorët që futen zakonisht një emër që futet në ato libra, mua vjen keq se ata keq përdoren në të shumtën e rasteve, jo gjithmonë me njëherë ne i fajsojmë, por ata zakonisht manipulohen në një farë forme se atyre u jepet ti përgatite këtë pjesë të librit, unë ta përgatis këtë pjesë të librit, autori tjetër pjesën tjetër të librit, dhe ti nuk e din se çka ka shkruar ai tjetri, dhe në fund të del edhe emri yt aty. Prandaj mendoj që duhet së pari ai që pranon që të bashkëpunoj duhet të di me kë ka punë për bashkëpunim, që të mos i njolloset emri, dhe në anën tjetër të kërkoj para se ai libër të dalë, të lexoj, të rishikoj dhe të jap pëlqimin, a pajtohet apo nuk pajtohet, dhe fundi fundit edhe të tërhiqet nëse nuk pajtohet me qëndrimet e autorëve të tjerë, sepse faktikisht e njollos veten e vet pa pasur ndoshta edhe ndonjë faj të plot, dhe pastaj ndoshta nëse ngrihet një zë më i lartë dhe kjo çështje, domethënë rimerret dhe rishikohet brenda në Ministrinë e Arsimit, është mirë ose këto pjesë të zbuten, të ndryshohet toni i këtyre, ose edhe fundit edhe të tërhiqen plotësisht, sepse është një mashtrim. E tani, thash, puna e mashtrimit s'mundemi t'i bindim palën tjetër, sepse ata ashtu besojnë, ashtu duan të besojnë, edhe ashtu kanë qef edhe ta përhapin, dhe zgjidhja e vetme që u ka mbetur mësimdhënësve është që ato njësi mësimore që i kanë këto lloj të përmbajtjeve t'i ka përcejnë dhe të japin njësi të tjera kombëtare, apo të bëjnë përsëritje, apo nuk e di se çfarë, domethënë e plotësojnë atë zbrastir të atyre njësive që nuk u konvenojnë. Gjithashtu ka ndodhur edhe te librat e muzikës, për shembull, nuk jepen këngë popullore apo edhe këngë të ndryshme të gjuhës shqipe, po merren gjithmonë sepse përkthehet nga maqedonishtja, dhe pavarësisht ato vargjet që i përkthejnë ato fjalët, ato as nuk kanë as rimë, as ritëm, as nuk përputhen me melodin, me notat që janë vendosur aty, domethënë është thjesht një kalk i shtrembëruar dhe i deformuar që as nuk tingëllon ajo as shqip dhe as maqedonisht, prandaj duhet që mendoj se këto çështje duhet vetë Ministria e Arsimit të mos jap urdhra gjithmonë komanda, sepse kjo është qëndrimi i ministrisë, të gjitha plan programet të bëhen për të gjitha gjuhët në Maqedoninë e Veriut të jenë të njëjta, unike, të gjitha librat të jenë të njëjta, unike. Megjithatë, mendoj se sidomos ashtu si janë lënda e gjuhës shqipe që është nga autor shqiptar, mendoj se edhe lëndët e historisë apo edhe lënda e muzikës, për shembull, të jetë nga autor shqiptar, ose ka pasur raste kur ka pasur edhe bashkëpunim të autorëve, ka pas edhe ndonjë emër të ndonjë shqiptari, po ka pasur 1-2 këngë apo 1-2 njësi aty mësimore, po mendoj që
është më së miri të jetë autori shqiptar, të trajtoj kulturën shqiptare, muzikën edhe gjithçka që ka të bëjë me shqiptarët dhe të ketë plus, dhe me thënë autori të mbaj përgjegjësi, ose fundit le të ketë edhe një bashkëpunëtor Maqedonas, që të ketë, apo edhe një turk, që të ketë 2-3 këngë, apo diçka nga kultura maqedonase, diçka nga kultura turke, bosnjake dhe kështu me radhë. Pra, por ajo që t'jetë dominantja të jetë e shqiptarëve. Dhe mendoj se kështu do t'jetë më mirë edhe për të formuar nxënësit tanë me njohurit e tyre, qofshin kombëtare, qofshin kulturore, sepse nëse që në shkollë fillore dhe të mesme vazhdojmë u japi materiale të këtilla që i irritojmë, ne fillojmë i largojmë nxënësit nga libri, madje edhe në përgjithësi u ulim edhe autoritetin librit si libër dhe, si të them, ajo çon gjithmonë në dëm të nxënësve tanë dhe të arsimit në përgjithësi. Edhe është diçka që e kemi vërejtur, besoj, nga nxënësit tanë. Deshta pikërisht edhe më fal, edhe kjo më kujtua tani, më fal që të ndërpres, edhe te çështja e gjuhës shqipe, shpesh ndodh që edhe plan programet imagjino të gjuhës shqipe, së pari njërë përgatiten maqedonisht, pastaj ai plan program përkthehet në gjuhën shqipe dhe modifikohet me gjëra që i takojnë natyrës së gjuhës shqipe. Ndodh që në grupet e këtyre hartuesve të plan programeve, sepse ka lloj-lloj kombinime, po ka pasur raste që në këto grupe nuk ka pasur njerëz profesional të përgatitur mirë, ose thjesht mund të kenë pasur titull dhe përgatitje profesionale, po jo të gjitha fushave, se ti duhet t'jesh i përgatitur në aspekt fonetik, morfologjik, leksikor, sintaksor, madje edhe të letërsisë. Dhe kombinimet të këtilla ti duhet të dish shumë mirë që gjatë përkthimit, për shembull të mos bësh gabime, sepse e natyrës së maqedonishtes është për shembull zëshmimi dhe shurdhimi i bashkëtingëllorëve, kurse në gjuhën shqipe kjo në fonetik mësohet, por mësohet jo si pjesë e rregullës drejtshkrimore, po thjesht është pjesë e të shqiptuarit dhe nuk duhet të jetë pjesë e librit. Dhe pastaj në bazë të plan programit të gabuar, si të them, hartuesi është i detyruar që librin ta përgatisë sipas plan programit dhe pastaj nxënësit e gabojnë. Ose ka pasur raste që kam gjetur edhe numri i lakimeve të emrave, në disa libra është 3, në disa është 4 lakime, apo edhe qëndrime të tjera, ose mënyra kushtore a llogaritet si mënyrë në më vete apo nuk llogaritet si mënyrë më vete, dhe kjo pastaj krijon atë hutinë edhe hamullinë edhe të mësimdhënësit, po edhe të nxënësit. Shkakton konfuzitet, sidomos tek nxënësit, për shkak se ende janë në zhvillim dhe ende janë të rinj dhe nuk e dinë se çka ju jepet përpara, dhe ajo që pëson më së shumti është pikërisht përmbajtja e këtyre teksteve shkollore. Dua të rikthehemi përsëri tek ajo që e tham edhe më herët, si reflektohen këto gabime në procesin e nxënjes tek nxënësit. E përmendet edhe më herët se ka shumë rregulla, sidomos gjuha shqipe, edhe ato fjalët kompozite që neve sot e kësaj dite në përdorim e si përmendojmë që i përdorim siç duhet, mirë po ka gabime, dhe juve kur ju vinë studentët për shkak se jeni profesoresh universitare, sa i vreni këto gabime? Drejtshkrimi i gjuhës shqipe është vërtet i rënd, i vështirë, dhe rrallë kush arrin ta nxjerrë, ta mësoj ashtu si duhet dhe ta zbatoj. Ka raste kur njerëzit dinë e kuptojnë në të shkruar, më pak gabojnë, pastaj kur flasin rrëshqasin dhe gabojnë, por përgjithësi njerëz të cilët e njohin kështu, si të them, rrënjësisht drejtshkrimin e gjuhës shqipe janë të paktë. Kjo është arsyeja pse pastaj ndodh që edhe vetë ndoshta edhe redaktorët apo edhe autorët e librave, po edhe vetë mësimdhënësit, të cilët jo gjithmonë janë nxënësit studentët më të mirë. Ajo është puna që një pjesë e mësimdhënësve mund të jenë një student që ka qenë me 6 që nuk është lodhur shumë të mësoj, dhe pastaj ai bëhet mësimdhënës. Edhe kjo shtresohet pastaj dhe përcillen gabimet brez pas brezi. Unë kam një, si të them, një sugjerim, një propozim, këtë e kam zbatuar edhe ashtë në fillim të Agjencia e Zbatimit si propozim kur duheshte për vetë përkthyesit dhe lektorët e institucioneve, që të bëheshte trajnim shtesë, pavarësisht që janë të diplomuar, pavarësisht që kanë përvojë pune, dhe e pam rezultati, se unë e dija që do të jetë kështu, po edhe u vërtetua që rezultati ishte shumë, si them, i kënaqshëm dhe dobiprurës, edhe nga vetë ata të cilët ndiqnin kursin,
pavarësisht që kishin përvojë, përfituan nga shumica e mësimdhënësve, nga shumica e profesorëve universitar nga të gjitha vendet dhe e pam që është mirë për të bërë. E tani, cila është propozimi im tani që jam duke dhënë dhe besoj që është mirë që edhe Ministria e Arsimit ta ketë këtë si them parasysh si ide, pavarësisht që mësimdhënësit i kanë vendime, punojnë në për shkolla, po sidomos gjeneratat më të reja, me që janë studentë që kanë qenë edhe me 6, edhe me 7, edhe me 10, janë të larmishë. Për të bërë një cilësi më e mirë, është mirë që në për shkolla, se tani e shoh që bëhen trajnime të ndryshme të fushave të ndryshme, ekologjik, ku ta diun, trajnime të çfarëdoshme, që ndoshta nuk janë aq të rëndësishme sa besoj që është ky, përmes ministrisë ose përmes Byrosë së Arsimit, në secilën shkollë të bëhet trajnim nga profesor universitar të përgatitur mirë, domethënë që e din, që e njohin mirë drejt shkrimin e shqipes, të mbajnë disa trajnime, disa orë shtesë mësimdhënësve për t'u rishikuar, për t'u korrigjuar, të paktën disa gabime, për t'u rifreskuar të dhënat, ndoshta diçka e kanë ditur në shkollë kur kanë qenë student, po tani më kanë filluar ta harrojnë, dhe besoj që kjo do të ndihmojë shumë në cilësinë edhe të vetë mësimdhënies, edhe të nxënit pastaj nga nxënësit. Nuk është ide e keqe dhe nuk besoj që mund të kushtoj shumë, me që nëse e shohim edhe aspektin e përgatitjes së kuadrit të nxënësve, të studentëve të cilët janë qofshin në pedagogji, vetëm domethënë si mësues, po qofshin edhe ata të grupeve të tjera, për shembull të gjuhës shqipe apo të fizik matematik, të lëndëve të tjera, jo gjithmonë, po sidomos nëse bëhet fjalë për grupin klasor, jo gjithmonë të gjithë studentët janë të përgatitur mirë, një pjesë më e madhe e tyre regjistrohen në fakultet për ta përfunduar sa më shpejt fakultetin dhe për ta parë më shumë punën si relaks, me që shkojnë në punë, aty kam një 4 orë, merrem me fëmijë dhe nuk lodhen as të mësojnë gjatë fakultetit, po as edhe të punojnë dhe të studiojnë gjatë periudhës që japin mësim, dhe kjo është ajo pasoja që na lën. Në Shqipëri u bë shumë mirë që Ministria e Arsimit atje bëri që ata që zgjedhin fakultetin e mësimdhënies kanë edhe provime shtesë, pastaj edhe një kurs shtesë që është pas fakultetit. Kjo bëri ndoshta që të ulet numri i studentëve, megjithatë cilësia që do të dalë e studentëve do të jetë më e mirë. Tani, ndoshta themi që u bëjmë padrejtësi apo nuk u bëjmë padrejtësi. Mendoj që nuk bëhet padrejtësi, pse? Nëse e shohim fakulteti i mjekësisë, për shembull, është 6 vjet apo, edhe specializimi nuk e disa vjet, edhe kjo nuk e disa vjet, edhe derisa ti arrin që të jesh ai që duhet të jesh të jesh specialisti fushës tënde, të duhen disa vite edhe pas fakultetit dhe askush nuk e kundërshton këtë. Pse? Sepse themi jeta jonë dhe shëndeti ynë varet nga duart e mjekëve. Por, duhet ta mendojmë edhe këtë që edhe jeta e gjithë shoqërisë, kultura e gjithë shoqërisë, madje edhe cilësia e atyre mjekëve apo avokatëve apo çka do që të jetë, varet nga cilësia e mësimdhënies. Dhe gjithçka fillon që në arsim. Nëse ne nxënësit, studentët më të mirët, më të dalluarit, më të cilësorët i kemi pikërisht në mësimdhënie, ato të shkollave fillore së pari, po pastaj edhe atyre të shkollave të mesme, atëherë nuk do të kemi problemet që i kemi sot, sepse do të ketë një arsim shumë cilësor, madje edhe të gjitha testimet e tjera që do të bëhen qoftë PISA apo kush e di, këto që janë mbar botërore, do dalin me rezultate shumë më të larta. Pse? Sepse kur ti punon me përkushtim maksimal dhe e bën ashtu si duhet punën dhe e ke me vullnet të plot punën që e bën, atë rezultatet do dalin. Këtë pjesë nuk e shohim shumë shpesh në pedagogët. Po një pjesë e madhe e mësimdhënësve, madje sidomos ata të gjinisë mashkullore, punojnë nga 2 punë, sepse edhe rrogat janë shumë të ulta, për shembull është ose taksist ose ku ta di punon me pllaka apo diçka tjetër, dhe kur vjen në shkolla i lodhet, më nuk ka kohë edhe të merret me nxënësit dhe thjesht i liron, dhe kjo është ajo që nuk kemi atë cilësi që ne na nevojitet. Prandaj edhe te pagët tani e shoh që Ministria
filloj t'i rris pagat. Kjo ndoshta do të nxjisë edhe në motivimin e mësimdhënësve, por mendoj që duhet edhe trajnime të vazhdueshme. Jo ndoshta vetëm të gjuhës shqipe, po thash gjuha shqipe është ai thelbi që i ndërton, po edhe diçka të ndryshoj te fakulteti i pedagogjisë, ashtu sikurse të merret model sikurse është bërë në Shqipëri ose diçka e përafërt, pra që të përmirësohet, të krehen, të siten, si të them, studentët më të mirë, më të dalluar dhe ata të punësohen në përshkolla. Sigurisht, për shkak se aty nis gjithçka në arsimin fillor, sidomos aty kemi ato hapat e parë. Para se të vazhdojmë me një temë tjetër, dua të ndalemi pak tek programet e lektyrave. Është kjo një temë për të cilën flasim shumë shpesh, sepse realisht janë të vjetërsuara dhe nuk është se ripërtrien. Do të shkëputemi shumë shkurt për një hapësirë publicitare dhe do të rikthehemi përsëri për të vazhduar diskutimin tonë. Jemi sërish së bashku në studio për të kthyer tash temën në një diçka pak më ndryshe. Do të flasim për programet e lektyrave që do t'i cilësoja si të vjetërsuara për shkak se edhe pse llogaritet që këto programe duhet të ndryshuar her pas here, brez pas brezi ndoshta, ato përsëri mbeten të njëjta. Madje në një diskutim me babin tim më herët, kur isha në shkollë të mesme, kam parë që unë i lexoj lektyrat që i ka lexuar ai dekada më parë. Kështu që profesorisht dua të di si e gjykon juve momentalisht programin aktual të lektyrave që është në përshkolla, që nuk është se ndryshohet ndonjëherë. Në fakt, tani Ministria e Arsimit që e ka dhënë këtë propozimin që të rishqyrtohet dhe që debat publik për të ndryshuar lektyrat, unë e përshëndes këtë, e përgëzoj këtë nismë, për arsye se vërtet ka nevojë që të rishikohen. Nuk është se nuk ka pasur edhe më parë tendenca të këtilla. Me vitin 2018, madje është unë kam pasur një herë rastin të jem pjesë e ekipit, po në atë periudhë shpesh ndroheshin Ministritë e Arsimit dhe pastaj patën edhe ndonjëherë konflikte Byroja e Zhvillimit të Arsimit me Ministrinë e Arsimit. Këto nxjerrin lista të veçanta, këta nuk i përkrahin dhe domethënë e tërë ajo puna që e kemi përgatitur ne atëherë ranë në ujë dhe nuk u vu në zbatim asnjëherë. Kjo ka qenë edhe arsyeja pse kanë mbetur të gjitha kjo gjendja që është e këtill. Por mendoj që tani më shqyqyr që është bërë që të trajtohet kjo çështje dhe të rishikohen. E tani, cilat prej lektyrave duhet të mbeten dhe cilat të largohen, mendoj që nuk guxon të kemi shkëputje të tërësishme nga vijimësia e letërsisë son kombëtare. Duke filluar që nuk kemi të letërsisë së vjetër, sepse është vetëm me Shari Gjon Buzukët edhe ajo herë jepet apo nuk jepet si lektyrë, më shumë trajtohet vetëm si libër pak të librat të shkollave fillore dhe pastaj në shkollë të mesme pak më tepër trajtohet, por nuk jepet domethënë si lektyrë, po e kanë fjalën përgjithësi këto lektyrat që janë për shembull të romantizmit, të realizmit, të shqiptarëve tanë, të autorëve tanë, ata nuk duhet të largohen, pavarësisht që mund t'i kenë lexuar edhe prindërit tanë, edhe kur bëhet fjalë edhe prindërit e mi, edhe që jam një brez më i vjetër, edhe ju tani që i lexoni, pra ata nuk duhet të largohen për arsye se ne mbi ato baza, mbi ato themele e ndërtojmë pastaj gjithë kulturën e letërsisë shqiptare. Sigurisht, ato e kanë treguar jetën e, siç ata të dy historisë, mirë, po janë disa lektyra, sidomos ato të autorëve botëror që aty do dalë tani, po. Prandaj desha të them çka nuk duhet të largohet dhe çka duhet të largohet, pra këta nuk guxon të largohen pavarësisht që janë të vjetra dhe normal që përderisa ti je një shqiptar dhe nuk e din zanafillën e letërsisë shqiptare, nuk mund të mbindërtohesh më tutje. E tani, ka letërsi që ishte e periudhës ish Jugosllavisë apo e periudhës komunizmit, një pjesë e atyre lektyrave u tërhoqën ndonjëherë nga disa arsimtar, po në plan programe ende mbeten, diçka u largua, diçka nuk u largua. Mendoj që ajo pjesë e asaj letërsie që ka gjithmonë që tregon ato ngjarje, ato gjëra të asaj periudhe, mendoj që ato duhet të largohen tërësisht, sepse nuk ka nevojë tani në ditët e sotme t'i lodhim nxënësit tanë me fëmijët tanë me lektyra të tilla. E tani, kurse këto që janë të letërsisë botërore, edhe prej atyre ka libra të cilat sidomos në shkollë të mesme ato që ofrohen, ajo bëhet fjalë për një letërsi botërore, domethënë përzgjidhen autorët më të mirë dhe ata duhet të mbeten gjithsesi, ato janë të futur edhe në plan program, edhe i jepen si njësi mësimore, trajtojnë autor të caktuar, Albert Camus, ku ta diun, apo Dostojevski, apo etj, tani të mos i numëroj, po domethënë autor të atill është
e pa logjikshme që të largohen, kurse tani këto që janë të bashkohore, këtu kemi hapësirë që me që letërsia ende moderne, postmoderne edhe bashkohore, po e quaj sepse këtu kemi tani përzierje të rrymave, të kësaj periudhe të përzgjidhen dhe këtu kemi hapësirë të rishikojnë sepse gjithmonë dalin fidane të reja, dalin diçka më interesante, më joshëse për nxënësit dhe këtu edhe ne bëm atëherë mbaj mend që i përzgjodhëm disa prej lektyrave që ishin interesante në mbar botën, sepse tani përmes rrjeteve sociale fëmijët në mbar botën sikur kanë një mendësi të njëjtë, qëllimet, synimet e jetës i kanë pothuajse identike dhe mendoj që edhe këto lektyra të këtilla është mirë që të futen në plan programet e lektyrave edhe të shkollës fillore, edhe të shkollës së mesme, dhe me tematika që janë aktuale të sotme, sepse ato do t'jenë më interesante për t'i lexuar dhe ajo është një motivim shtesë për ta nxitur nxënësin për ta lexuar, sepse ti kur jep një lektyrë me luftrat e fashizmit, nuk është atraktive për ta lexuar, kurse këto gjëra që kanë tematike të ndryshme, sidomos këto me përmbajtje edhe çështjet e bulizmit për shembull që trajtohen, apo edhe çështje të tjera psikologjike që janë aktuale të ditës së sotme, duhet të futen. E tani problemi ku qëndron? Jo të gjitha lektyrat që janë aktuale dhe interesante mbar botërore janë të përkthyera në të gjitha gjuhët. Kishte raste për shembull kur e njëjta lektyrë është e përkthyer vetëm në serbisht ose vetëm në bullgarisht, nuk është në maqedonisht, është në shqip e ka përkthyer poezëm Shqipëria ose e ka përkthyer poezëm Kosova, nuk ishte në turqisht, sepse duhet që ajo listë të jetë e përbashkët për gjithë kombet dhe kombësit që jetojnë në Maqedoninë e Veriut, dhe kjo pastaj ndoshta e zvarit çështjen cila shtëpi botuese e merr përsipër për ta përkthyer, a do t'jetë niveli i përkthimit ai duhuri, sa kohë duhet, dhe ndoshta kjo mund të krijojë pak problem, por besoj që së pari ky komision i cili do ta formoj Ministria e Arsimit është mirë që së pari njëherë të rishikojë cilat nga lektyrat apo krijimtarit botërore janë të përkthyera në këto gjuhë dhe ato së pari të futen në listë, pastaj të merren përsipër, sepse kemi ne përkthyes të mrekullueshëm të cilët merren me përkthime letrare, por t'u jepet koha e mjaftueshme për ta bërë një përkthim, sepse veprat letrare nuk përkthehen. Vepra letrare nuk është si dokumentin që ti e përkthen. Nuk është e thjeshtë. Duhet ta shqipërosh, domethënë ti duhet t'ia japish natyrën e shqipes, që kur ta marr personi ta lexojë atë lektyrë, ta ndjej sikur është e krijuar në gjuhën shqipe. Dhe të këtill domethënë janë në numër më të rrallë përkthyesit dhe prandaj natyrisht u duhet më shumë kohë për ta përgatitur, për ta bërë, sepse ndryshe është kur e bën një libër që ke 200 lexues apo vetëm një tirazh prej 300 lexuesish, edhe ato prej atyre 300-ve 50 e lexojnë, të tjerët nuk e lexojnë. Dhe tjetër është kur bëhet fjalë për libra, qofshin lektyra, që janë për gjithë shtetin, që i lexojnë gjithë ato mijëra fëmijë dhe mbeten se disa dekada në lexim. Prandaj duhet që këto të jenë librat më të mira, të përgatitura më së miri, ndaq në aspekt gjuhësor, ndaq në aspekt përmbajtësor, ndaq edhe në aspekt stilistik. Profesorish, koha na kaloi shumë shpejt me juve realisht sot. Ju falenderoj shumë për kohët që datë për neve. Faleminderit edhe me juve. Ishte kënaqësi për mua, ndjej kënaqësi kur flas për tema të këtilla, kam edhe shumë gjëra për të thënë në fakt. Po shpresoj që gjithmonë të bëhet më e mira atë që ne synojmë, atë që ne presim, por gjithmonë duke bashkëpunuar të gjitha institucionet së bashku. Ajo është më e rëndësishme. Ja falenderit shumë për kohën, ishte kënaqësi. Faleminderit qofshit.